Redoni ja thot në sytë Xhenetës, Egli të hanë ty, si reagoi ajo? Ish konkurrenti Big Brother VIP Albania Redon Berani ka ndarë mendimin me Xheneta Fetahun dhe Egli Takon. Gjatë një emisioni, Redoni që shpesh herë përflitet për lidhjen e tij emocionale me Eglin dhe që e ka mbrojtur në çdo studi televizive pas daljes së kësaj të fundit, sqaroi më shumë teksa tha: "Isha në studio ditën kur ajo doli, u shokova, nuk e prisja pasi e shihja Eglin patjetër në finale e në mos edhe fituese, ishte tepër inteligjente dhe e pres edhe jashtë. I kam dërguar një mesazh, por e mirë kuptoj pasi ka nevojë që të rrit me familjarët e saj, do ta takoj patjetër, do t'i qëndroj afër në këto ditë të vështira." Teksa Redoni, i cili i kushtoi edhe një këngë Eglit, Gocë nga Tirana, teksti së cilës duke i qartë për Eglin, duket se edhe në një emision i ftuar së fundmi, ka shprehur se Xheneta në të vërtetë ka treguar më shumë qëndrueshmëri emocionale, por Egli ja merr në këtë gjë, teksa u shpreh: "Xheneta është më e fortë emocionalisht se sa Egli është më e brisht, por Egli me argumenta këtë e han", i tha Redoni në sytë Xhenetës, teksa ky e fundit nuk e priti këtë fjalë trosh nga Redoni duke thënë: "E po ky ndryshe shprehur për mua në prapaskena", teksa Redoni ka mohuar këto fjalë. Redoni nga ana tjetër ka deklaruar se shpesh herë është përdorur edhe emri i tij si në mesazhin e dërguar Eglit në Big Brother VIP, pasi sqaroi se dëshiron ta shohë Eglin vetëm në marrëdhënie miqësore dhe ky përdorim dhe këto mesazhe të dërguar në emrin e tij kanë prishur punën edhe në njohjet që ka nisur jashtë.